Një shok, Gafi u rikëthy me juve edhe nuk po guxojna me po shumë se jena me një lagje shumë qetë. Ku tash në titull keni me këshur krejt që ka ndodh me kjerën e Gafit. Po ju mos u tutni. Taksisti me muzikë tu u knosh. Jam. E keni ditë që mas një kohë kom pas mi andru branikat komplet. Jo komplet, po për para. Aub, krilla edhe branikin për para. Edhe me bo M5. Qek. Branikin nuk e ka montu hala, po edhe pse i kanë montu aubën edhe krillat, këta e hala pa ngjyrë pa kur gjë. Edhe mos u qytiti për flokët që i kum shkurtu, se qështu kon puna në live stream, mi kanë prej flokët, se ku mu një doj. Hajde. Qërë njerës. Qëta peshinit qëtu është në gjyra e zez me vizlim, këtu është pa vizlim, se kjo s'ka asë në gjyra as baza s'kur gjë hiq. Edhe është veç e montume me këshyr me qitë në vija drejt, që mos mu dalu diçka momentin që kompletohet kajt. Tash këtë ka me nanet neve qëtu të mjeshtri edhe nja 4 ditë besaj. Branikin nja montu, me ngjyros, me ly, me bo, me polirate krejt, edhe në fund përfundimtarja me dalë. Kështu që ju mos haroni me bo loj ka shumë. Na nesër këse tapet kena marrë këtu edhe me po prej qëti ndryshimi se qa ka bo. Edhe po du mi u kallëzu difuzerin që e ku ndru mrapa, po të njëjtën kohë dhe filmet që keni po mëre. Qëta janë filmet që ju ku më thënë i ka 20 që, ato ju në ka 19 që i ka pas me gumat dimrit, këta janë me gumat verës 20 që. Po, prap ju thëmë që besoj që e androj në apet. Mja marrë një par 20 nishe, edhe jo të zeza. Po të shojmë, po dhe pragat ja kanë hek, si shpeshini, po kanë mi u muntu ato apet, momentin që përfundohet pjesa për para, edhe këto qiten. Edhe pju kalzoj difuzerin mrapa se qëfare është, do shta kam ju pëlqy. Shumë ngusht apo për mas. Me gjithë ko ka shumë ngusht, po hajtë. Pak, ha? Apo shiet? Pa. Po, ja kena ndru difuzerin edhe auspua, djem qëto dekorat, puna që ato dvetat zezat jënë shkri. Ju ka shkri në gjyra prej momentin se qitë ke flok keri, edhe momentin që shumë e kena munu, edhe qitë ke flok auspuj, edhe tash veç ja kena ndru tipsa, ja kena qitë pak ma të mira, edhe difuzerin ja kena ndru komplet. Me këto sharkat pak ma të mdoja, nuk e dia ju api ju pëlqen ajo, nëse pi ju pëlqen, kallëzom një komente, edhe që kjo drita i dhezët me frena. Momentin që fusim fren, up, edhe drita dhezët. Po na apelojmë qëta shkerin qështu, edhe po vazhdojmë, du na me shku mu qeth. Gjithë qysh se jam bo pa qeth, edhe ikëm, shijemi nesër prap të vendi njejtë. Mos harroni bo 10.000 lajka. U rikëthujem, shikuja së ndëruar, mbas 3 apo 4 dite të bukura, ku Gafi edhe është të qethur, gjithashtu edhe jemi duke shkuar me shumë motiv me marrë kerin të Limari. Se na ka me që aty që 4 dit, dje kena shkoj kena pa, par dje kena pa, o konë gjendje katastrofale. Po du me thonë që s'kon një montum hiq, po tash besoj që edhe e ka ly, po veç ndoshta i ka met me po polir, ku na kena me shku me këqyr tash për disa qasje. Tu e kena mark bukuroshin me syza, veç pja fut mark që ati. Edhe jemi në Golf Kach. Ajo familje që s'ka Golf 4 në familje, ajo familje nuk ka bereqen. Nuk ka familje. Nuk ka familje. Dhe më dhënë Golf 4 që ju krynë pund jam në gjdo rast. As nuk hargjon, është kërë ekonomik, një pjesë me ju prish e ki 20 euro pjesën. Trafik. Trafik, do më thonë. Pas ndol delet. Po, delet. Deleve ju thojmi tyne që dalin në për ekskurzion, gjore full Prizreni me nxonsa, me turista. Pa, so keq. Ajo ka morë molli për Prizrenin e bukur, o njerëz të dashur, o bashkëtetor që jeni të njëjtit vend, që jeni të Prizrenit, gjërni Prizreni me kohë shumë të bukur, për mashallah, inshallah s'po na kthehet koha prap me shi, se jena mërzit. Kjo qyteti më i bukri, Kjo është jo në Kosovë, bukur në botë Alban. po në Ballkan, në Evropë, muj me thënë. Apo me Mark? Gjithë ose 150. Po valla, që po lidhna, që vesh pak lidhna djem. Shuj Mark se jam të bo video. Ama, halo super fundu.
front lipin, kena mja qit, kjo pjesë aktuale ose në gjithë qysh duhet, grilli për para su ka montu, ama pjo kalëzoj, a ubën M500, branikin e M500, edhe krillat e M500. Shumicën e senave e kena bo M5, veç edhe motori po na vyn i M500. 4.4 benzin. Kudo që jetë të shku mark me punu, po të zë taksirati. Me punu sëm të punu, po erë dhe ves me nejtë, so? Po të jerdhe me nejtë, në fakt, kudo që jetë të shku me nejtë, po të shtin me punu njerës. Pe din që e punëtor shumë, që ata. Qashtu, moje mirë. Zërisho, kanë punë këtu halo, duhet me polirat, duhet me pastru, duhet mja gjitë që të front lip, duhet gumat mja qitë, edhe sa puna. O, shikues të ndëruar, mirë se jemi rikthy me një video tjetër. Vazhdimi i videos, vazhdimi i vlogit pas 5 milionjove të ndryshme. Ju kemi munguar në YouTube-ën tonë të dashur, kështu që u rikthyem me dashuri, lumturi dhe buzëqeshje. Kom një lajm, për mua është i mirë, po për ju ndoshta i keq, e kom shit BMW-n. Peshin një pronorin e ri vë 58-qit. Për harë më koftë. Harë paq. Koft për harë paq. O, ty për harë Edhe për mu për harë. Faleminderit. Ma të shit pak lirë, po... Pak lirë, 80.000 lira. Për shosni, taman puna për shok mja shit ma shtrejnë. Jemi të shku me një vend, mi u tregu kerin që e kom kompletu. Ja kom qitë pikën. Pip! Qa keni po aty nuk e di, veç tash. Qa keni me po, keni me po. Do më thënë ja kom qitë pikën. Kisha pas shef me ditë për juve në komente, me më tregu se qka me ndryshu. Ose, a ka nevoj për nejsen tjetër, se unë si gafi, ju tregoj veç qa ko me ndryshu, edhe diqka. Ajo është si pas dëshirës, nëse mujna ose nëse dojna, nëse s'dojna mujna me lojt qashtu, apet sapet keri është i kompletun. Kështu që po vazhdojmë, për disa sekonda do jemi në vendin e ngjarjes. Hajde marrë kallzoj M50 dizelit, se ti e baba. Ebe se, na, është alo kje riftot. Apo, alo se kanë të temperatura. Që sa u dhe. Vesh sa e kena dhez. Qyteti jon i doshur, qyteti jon i bukur. Vesh i bukur marka. Shumë. Qëra? Shumë po ka ato edhe marakliko ka dhe që kyt jem. Vesh qaj spoiler të gepek i poshtë qka os po di. Që ky spoileri shumë weird të ndokët. Që ato duhet mja hek. Full njerëz, qërë një djem. Full koka, valloj. Nuk kalon 2 minuta a 3 që ju tha gafi se kam ju tregu se cilën pjesë të kerrit edhe kam e përfundu këtë video, do më thënë në qëto ditë. Po, kur takohet gafi me shoqnin e tij, tani ndrohet i gjithë muhabeti. Tash, piu qesun e vesh një sken juve, mas që dhe saj pjesë që e pot ju që kesh me markin kër, e shit një pjesën tjetër me 2 shok tjerë që bojmë plane se ku po ikim. Masi sot ditë e shtunë, weekend, ku po shkojmë. Edhe keni me pas se çfarë plane kena, edhe tani përfundimi del që jena në autostrad për Shqipëri të shku, edhe tani prej asaj kohe mo gafi s'ka mujt me bo video. As nuk ka bo video se ku jam kon, as nuk ka bo video mo për ker, as kur gjo. Edhe këto janë disa prej arsyeve pse jom vunu për me bo një video si kjo. Këshire një tash. A më shkojmë Bullgari? Jo se 10 orë do të mi po. Edhe 2 orë po shkojnë në Turki. E vërtet. Po mos e në Turki, e pjum kanikov dhe I kam leje. A pak në Turki.
Shikues të nderuar, u rikthym me videon që jena të dasht me bo i ka që 2 muaj e gjysmë nëse s'gaboj. Edhe këtu jom në qetësi. Po do vajzat vogla që atje jom të bërtit vazhdimisht, jom të i prit që 10 minuta mu nal, po s'po nalen. Unë jam këtu me dikën. Misafiri unë i parë në këtë video është Ahmeti, shikues të ndëruar. Jo si tu po, me dush me dal qëknej. Qa bone misafiri i dytë është se s'm la me kallëzu Ozani. Hajde Ozan, qysh je, aje mirë, që po kalon? Mirë, nuk thash mull, Ozan, thash me dal që tu. Pse pju të regoj, kush me kon jam, se mo as një shok nuk e kom, as Jusufi mos sporin me mu, as kërkushis po vjamu me bo video me mu. Veç që ta 2 kastravicat e vegjil. A ma shumë pju pëlqen BMW-a Mercedesi? BMW-a. Ti han pasull, ti? BMW-a. A ti pull? Ky pasull, ti pull, a? Okej, largoni tash. Ikni tash. Për këtë video 10.000 lajka. Tash, pse jom të e bo këtë video kështu, peshini makinën time, bishën time mropa meje, po vazhdojmë me pjesë mi u tregu se cilat pjesë qka kom ndryshu të ky kerë. Është i njëjti kerë, po pjesë të këti jonë krejt tjera. Muj me thonë që 90% e kjerët e kom ndryshu. Qysh e kom ndryshu? Tash, unë e kom ju tregu juve do foto që jeni të i pa tash, për shambull pjesës për para. Peshini që auba është shumë e drejt, braniki është i thjesht. Gafi qa ka bo, peshini që tash kjerin, gafi e ka ndryshu. Qka ka bo? Ja kom ndru grillat, 1. Ja kom ndru aubën, 2. Ja kom ndru branikin për para, 3, edhe ja kom ndru front lipin për para, 4. A një të i dalu? Besoj që po. Do me thënë, M5 fabrikisht, kur del prej fabrike, do këtë sikur makina mrapa meje që e ka gafi. Peshini paka shumë që makina është e ullur, edhe e kom ull. Nuk ka shumë diferencë makina prej gumave, e kom ull, diku 3-4 mm, që po do këtë ekstrem bukur edhe ekstrem sport. Fellnet pjashini që 20 që ju kom kallëzu edhe me pjesë ma herët, qëto fellnet besoj që i moj se ja kom qit lapsin në Kosovë, ose në Balkan, ku do që jena, nuk ja vlen me ble fellnet shtrajta se rrugë nuk i kena hiq të mira. Okej, mundët më konë naj pjesë e naj qyteti diku vene mirë, po prap se prap trotuarit i kemi shumë të nalta, me dasht me hyp me naj rrugë tjetër, pak me dalë për qytetit, me një rruga po del, po është e prisht, kështu që fellnet e reja mi ja ble dhe shumë shtrajta, nuk ja vlen, besoj që qëto mirë i ka, dimrit i ka ato 19 që ma të vogla, edhe qështu. Pasqyrët, ose veç kapakat e pasqyrëve ja kom ndru, ja kom qitë Batman, sikur që shkeni dasht ma herët, jeni të i po qëtash. Nuk e di pse shumicës pi ju pëlqenjë qëto pasqyrët e Batmanit, po mi keni pëlqy, ju kom gu dhe i kom qitë. Tani vazhdojmë anash. Pjashini që pragat nuk i ka pas, po ja kom qitë edhe pragat, edhe është të dalë ekstrem bukur me këto pragat, dyqysh 5 gjënojnë kerin ekstrem shumë. Edhe po dalim të pjesa mrapa. Po para se me dal të pjesa mrapa, po du m'ju tregu edhe diçka që harova, që edhe krillat anash makinës i kom ndru. Prej aty në thjeshtave të M5 me logo të M5, edhe tash dalim mrapa. Tash para se me shku të pjesa mrapa, kom ju kallëzu se sa herë ndoshta e kom ndryshu pjesën për mas. Muj me thonë që 10 herë u ka ndryshu pjesa e kjerit tem mrapa. Po du me thonë me branika me spoilera. Motor është kjo, Ahmet. Shpikris. Motor. Pjesa mrapa shikues të ndëruar, u ka ndryshu diku 10 herë të makina em. Pse? Se një herë ja kom qitë difuzerin, e ka pas normal me 2 auspo, që she keni pa, po tani e kom bo me difuzert M5, edhe me auspuha 4 copa veç dzeza. Po prej fuqis të madhe, që e ka B58 edhe që e kom bo stage, ja kom rrit fuqin e motorit, i ka shkri auspuat, në gjyrën ja u ka shkri. Edhe shumë keq i rishin, kom shku, ja kom pre edhe ja kom ble auspuat e reja që pishini tash,
carbon fiber edhe e kanë emblemën e emit, ajo sot diçka e madhe po dokën bukur. Difuzerin ja kum dru PM5 ja kum bo apet difuzer tjetër, po është me dritën e fënishit që e kanë formullat nëse s'gaboj që i dhezët momentin që frenon, edhe pi del shumë bukur. Une këtë dritën mrapa ja kom nxi me folje, jo një folje, po ja kom qitë double folje se shumë e kuqe nuk më pëlqejke. Tash pju tregoj pse dritat mrapa se ja kom dru hala. Mja bo prej dritave normale që i ka në faceliftit. Nuk ja kom dru për arsye se kom lënë thash lot diçka për mas një kohë që kur më bëhet pak bajat, shkoj ndroj dritat edhe apet më hinë qef qatë shumë. Megjithse halon nuk më ka dalë pi qefi hiq, se është të maknat shpirtin. Edhe prej dritave tyne, kismet mas disa videove, ndoshta edhe ja bëjt faceliftit. Ato nuk o që po kushtojnë shumë shtrejt, po ja ndroj. Spoilerin ja kom dru mrapa, si shpeshini e ka pas një shumë të vogël, edhe ja kom bo pak ma të mire, ma e madhe është dhe ma e mprene. Edhe një spoiler të gjami i madhe mrapa ja kom qitë. Si shpeshini, besoj që kam ju pëlqy edhe ky spoiler, edhe që kaq për këtë kërë. Jo po, kom ju të regu edhe plët sene, po, që tash me radhë. Nëse më pytni, tash gaf qka të kamet, post që aty në dritave, më kamet edhe një volan mja qitë. Volonin përdu mja gjithë një të mirë shumë me carbon fiber, edhe besoj që ja porositi pjash se këtu halos ku mujt mja gjithë bash unë e qysh përdu për qefin tem, edhe besoj edhe ajo më vjen ndoshta mas një 2 muje nëse s'gaboj, se po vanojnë shumë porosit, kështu që tash qako me bo edhe një sen e shpejt, është qëto drita që pjashihni, që i ka dhezd, nuk më janë ndru dritat më ja bot faceliftat diçka, po veç ledin që ka të kaltërt, ku më ja bot dverda. Për ndryshe DRL thirën ato drita që i bohen dverda këti. Po, me mundësi që më ja bot dverda dhe më ju kthyja 5 bardha. Është një teknologji shumë e rre që u ardhë, edhe për këtë sen, kom ju tregu tash e kom paketën, Ahmet shko ama paketën aty ofër. Produkti më ka ardhë edhe vesh po du m'ju tregu që e kom, po terminin e kom botë e mjeshtri, momentin që më thirin, kom e shku edhe m'ja bo. Është një sen shumë i mirë, funksionon me drita gjata, edhe momentin që du m'ja bo dverda, i bon dverda me drita gjata. Momentin që du m'ja bo apet qështu që i ka, vesh me drita gjata edhe i bohen. Që ku peshini qështu janë, ato, të që kjo paketa, shpresoj që kanë mi dalë shumë bukur. Shpresoj që deri këtu ju ka pëlqy kjo video edhe keni bo shumë lajka. Tash na prej këtu, pe marim kamerën, pe qesim mrapa juve, edhe pi ju tregoj një sen se qka kom bo në makinën time. Tash djem, para se me dhez makinën, po du me qitë kamerën mrapa edhe me bo një dhezjet makinës, që keni me po edhe ju që kom ndryshu pak ndezën e makinës. Prej atit cold startit që bëjke non stop brrrr, e ka vesh një startup roar. Kur ta dhez njerë bon brrrr edhe nalet pushon. Tani mujna me mush pak gaz, veç për ju. Hadi 3, 2, 1. U ka një shumë, apo? Ti? Qka? Qa u ka një shumë? Po. Qa po bënë Mercedesi këtu? Si, halo se kishit. Ashtu me dhe. Halo, që kom bo? Se kishit, halo. Halo, se kom shit, ha? Mercedesi o tu flajt. Halo, vetëpore. Ja rinjolla shpirtin mrena pak Mercedesi, tu i dhonë gaz. Qa me këqyr? Që edhe dikush ka shkryt shtu? Qa ka shkrujt? Të dua Mercedes, ha? Po du mi ju tregu edhe diçka që kom bo, që kjo kam ju pëlqy ekstrem shumë, po menoj. Po besoj edhe po menoj që kam ju pëlqy ekstrem shumë. A pe monin men këtë qelsin që e kom ta uspuhave, me mshela uspuhin edhe me qel. Këto e kom qit i jashtë përdorim, në fakt, kjo punon. A përshete po mundën i me një paka shumë. Kjo funksionon hala, po une nuk e përdori mo këto. Qka përdori? Qka përdor gafi tash për mi kontrolua uspuhat për hapje dhe mbyllje të gjurmës?
për shembull jom të vozit. Gafi është të vozit normal edhe i ka auspuat e mbyllura. Ose që e kom në sport plus edhe jom të kërsit ekstrem shumë edhe o të bë zhurmë me makina. Momentin që nuk du zhurmë, nuk do ngafi zhurmë, veç a përshini dorën tem, e merë dorën e vetë edhe i ka qëtu 3 butona, si shpeshini. Gafi e prek butonin e 3 edhe që shona uspua të punu, i mbyllë. Qëre, me një buton. Që, unolin a uspuat. Qërin tash, i jap gaz, veç ta kthejnë komfort, i jap gaz, i ka auspuat e mbyllun. Po momentin që a qeli, që u qelen, tash jap, a beshini? Që tash du m'ja mbyll, e preki pullën, që tash. Mër shok. Tash e gjesën Sport Plus, edhe ja hapi flopat, u hapën flopat, tash. Tash jam mbylli. Teknologjia! Teknologjia! Nuk e di sa ju ka pëlqy edhe që kysen, une këto kur e kum bo, do më thënë ekstrem shumë ka pëlqy se s'ki pas nevoj me lyp, ku e kom digitronin, t'ja qelit, jam qeli auspuat, po e kom me buton në pasqyre. Këto butonat i ka vetë BMW-ja, nuk e di disa prej modeleve të BMW-s, më dogo që nuk i kanë, ama ky model jem i ka këto. Që i ka 3 butona këtu, një buton muj me kustomizu për garajt shpis, për shëndet se kom garajt me asi elektronike, këto e kom për hapjet auspuit, këto e kom për mbyllje. Edhe që shtu funksionon e gjitha.